Në një pasdite të qetë pranë pishinës, Rozana dhe Laerti ndajnë një bisedë që shpejt kthehet në një debat mbi jetën sentimentale të aktorit. Teksa shijojnë orën e kafes, Rozana nuk e fsheh skepticizmin e saj për lidhjen e tij me Valbonën. Ajo e pyet drejt për drejt nëse është i sigurt për këtë marrëdhënie dhe nëse planifikon ta çojë më tej. Me një ton lozënjar, Laerti i përgjigjet se Valbona tashmë është pjesë e përditshmërisë së tij, por kjo nuk e bind Rozanën, e cila e sfidon sërish me dyshimet e saj. Sipas saj, Valbona nuk është zgjedhje e duhur për Laertin dhe nuk e sheh si një partnere të denjë për të. Ajo shpreh hapur mospëlqimin e saj dhe i kërkon Laertit të jetë më i qartë për ndjenjat e tij. Laerti nga ana tjetër mban një qëndrim të kujdesshëm, duke mos dhënë përgjigje të prerë, por as duke e përjashtuar mundësinë e një të ardhmeje me Valbonën. Rozana këmbën ngul duke i kërkuar të japë një mesazh për publikun dhe për ata që ndjekin historinë e tyre. Megjithatë, aktori shman një përgjigje të drejtë për drejtë, duke lënë gjithçka pezull dhe duke i lënë vend të hapur spekulimeve mbi të ardhmen e kësaj romance.